këtyre lloj krijesave kënaqëtore. Ndërkohë që vërteta është shumë më ndryshe. Që nga fakti që vonesa, në thonjza vonesa, sepse nuk është nga ana jonë vonesa, por kozgjatja, do ta quaja, e gjithë procesit për të arritur në hapjen e negociatave nuk është diçka që është e jona, thjesht, nuk është diçka që lidhet me mua ose me qeverinë tonë, thjesht, se do ishte shumë më kollaj pastaj që ta përcaktonim dhe këtë si një faj të rilindjes, si një mëkat të rilindjes, por është diçka që mund të shihet fare kollaj boll të duash të marrësh vesh pak më shumë për si funksionon Bashkimi Evropian. Sepse Malizi, për shembull, i ka hapur negociatat përpara se ne të vinim në qeveri. Tani për çfarë do ta fajsojnë këta Malizi? Për cilën nga ato pika që i rendisin një nga një sa herë flasin për qeverinë tonë. Po Serbia i ka hapur në 2014 negociatat, po Maqedoninë që është bërë kandidate në 2005. Do me thënë, ka një logjik i gjithë ky proces dhe nuk bën përjashtim askush, në mos bëjmë ne një përjashtim shumë interesant që megjithëse zyrtarisht negociatat i kemi hapur vjet, kemi qenë kaq të përgatitur dhe kaq përpara, sepse e kam thënë tem babaden që na i hapin ne do ta bëjmë pjesën e punës që do të bënim dhe po të na i hapnin, që të na gjejnë shumë më të avancuar kur t'i hapin, dhe kemi një kalendar të davorcuar me Komisionin Evropian për 3 vjet, 2024-2027, për të mbyllur negociata. Do të jetë një rekord absolut historik, dhe jo sepse ne jemi ndryshe nga të tjerët. Jemi ndryshe në disa gjëra, po jo vetëm për këtë, por sepse Bashkimi Evropian është shumë interesuar që na marrë ne brenda në këtë moment. Tani, pse nuk është kaq brutale kjo që thuhet se ç'n si ka se kush fiton këtu, ata duan të marrin Shqipërinë dhe do e marrin në të gjitha rastet. Kjo nuk ndodh, sepse e para njerë kjo është çështje e kohës, është çështje e mos humbjes së asnjë minuti, sepse kalendari i 2027 është shumë i ngjeshëm. Dhe mjafton një lëkundje. Sigur ta zëm se në krahun tjetër gjenden individ që s'kan probleme as me ligjin. Se harrohet këtu, se kjo është shumë interesant. Këtu bëjnë sikur harrojnë që këtu bëhet fjalë për individ që janë me probleme të hapura me drejtësinë. Probleme të hapura që s'dihet kur mbarojnë, nuk dihet si mbarojnë, nuk dihet a janë kaq apo ka më shumë. Tani si mendoni ju që Bashkimi Evropian këto nuk i merr në konsiderat? Apo Bashkimi Evropian është një studio konsulence që paguhet me kush e di se sa dhe kush di se si paguhet, me thënë të drejtën, dhe vjen nga Amerika këtu se paguhet, edhe bën fushat për një palë, edhe këtu mbyllet filmi. Po jo, se nuk mbyllen kështu filmat me Bashkimin Evropian, janë ndryshe. As me Amerikën, jo. Por është interesant shumë se si gjithë këto vite dhe një pjesë e këtyre që u rritën në kënetën mediatike, dhe janë ndotësit kryesor të asaj kënete, nuk e mësuan akoma, ose bëjnë sikur se kanë mësuar, si funksionon Europa, si funksionon Amerika. Në ndërkohë që, nga ana tjetër, arsyeja pse unë them
që duhet një shumicë domethënëse. Është po ashtu e thjeshtë. Nuk është rastësi fare, përkundrazi, dhe nuk është thjesht për këtu dhe për këtë do të na votojnë ne në 11 maj, po është edhe për ata në Bruksel. Kryefjala e fushatës son, imazhi i fushatës son, ndërthurja e ngjyrave dhe e flamujve si kartë vizite e fushatës son. Sepse ne po bëjmë një rrugë dhe dy punë. Patjetër. Po japim një mesazh të qartë shqiptarëve, po japim një mesazh Brukselit. Po përpiqem të japim një mesazh Brukselit duke shpresuar dhe besuar që shqiptarët do ta mbështesin këtë mesazh. Dhe në 11 maj Brukseli do të marrë mesazhe shumë të qartë që një shumicë përtej shumicës thjesht aritmetike partijake kërkon antarësimin. Tani është një mesazh që shqiptarët mund ta japin. Nuk bëhet kollaj dot, në mos nuk bëhet dot fare në një vend tjetër, një fushat e një forcë në qeveri me flamurin e BE-s, për 1001 arsye. Gjërat po ndryshojnë, BE-ja po fiton shumë popularitet brenda BE-s për shkaqe të sigurisë, të nevojës për siguri, por nuk bëhet shumë kollaj. Dhe mesazhi duhet të jetë shumë i qartë. Ne shqiptarët, ne populli shqiptar, ne qytetarët e Shqipërisë, duam të hyjmë në BE tani. Dhe me këtë mandat, me këtë mesazh, unë dhe ne, qeveria, do të shkojmë dhe do të kemi një argument shumë të fortë më shumë për të nxitur procesin. Është e gjitha një luftë diplomatike, politike, nga të katër anët. Dhe kush nuk e kupton këtë, nuk kupton asgjë, nga si funksionon bota, si funksionon marrëdhëniet ndërkombëtare për një vend si Shqipëria, se për një vend si Franca apo si Gjermania ka më pak rëndësi. Edhe pse prap ka rëndësi se kush është në krye. Për një vend si Shqipëria apo për vende të tjera si ne, patjetër që kjo është themelore. Si mund t'i vihet BE-s përpara bufi i Knetës bashkë me gjithë atë Knet madhe dhe BE-ja po tani nuk ka ndodhur asgjë, hajde edhe pastaj ç'a bëjnë, marrin ambasadorin e BE-s e thonë si mendon ti, ç'a do thotë ambasadori i BE-s. Si do thot BE-ja? BE-ja thot atë që tha ambasadori, që hyrja në BE bëhet në bazë meritës vendit. Dhe pikë marrë mohabeti, po patjetër, se kush po e diskuton. Po si llogariten meritat e vendit, nëse vendi i jep mandatin një personazhi apo disa personazheve që janë me hallet hapura me drejtsinë, edhe që për cilët BE-ja nuk është shprehur në asnjë rast dhe as nuk ka lënë të kuptohet se ka ndonjë rezervë për proceset e drejtësisë. Kështu që besoj që është mosqesh, thot Koli Bështenja, mosqesh thot se partia e atij thot i referohet atij që unë i them bufi, është në pikë të hallit, si zgjidhet ky problem. Jo, ky problem nuk zgjidhet nëse partia në fjalë nuk kupton që është në pikë të hallit dhe nëse ata të cilët e mbështesin partinë në fjalë nga pasqyrat e Kënetës nuk vën gishtin në plagë, por e kërkojnë plagën gjetë. Nëse ata që mbështesin nga pozicione jo drejt për drejt partijake,
atë farë force. Vazhdojnë me teoritë që këtu s'ka zgjedhje, këtu loja është e mbyllur, këtu dita da, këtu dita di, këtu krimi, këtu këto, nuk zgjidhet. Sepse këta janë kaq qesharak sa që gati 1 milion shqiptarë i trajtojnë si të lidhur me krimin, i trajtojnë si njerëz që janë shitur, i trajtojnë si njerëz që blihen, i trajtojnë një çmenduri totale. Dhe prandaj nuk zgjidhet. E vetmja zgjidhje është ajo që ata vetë, domethënë ajo parti vetë kuptoj që duhet ta zgjidhë, përndryshe do mbetet e pazgjedhshme dhe nuk do zgjidhet kurrë nga shqiptarët. Kurrë. Nëse nuk ndryshon. Kështu që s'është problemi jon ky. Po kjo është e vërteta. Atëherë, pse na i morë edhe ata të FRPD-s, thotë Laerti.